ngone që ka thet Lirim Otbashi për Vjosa Osmanin edhe Albin Kingun. Vesh ngone këta Otbasht që që ka njës politikës tash me bo. Politikisht Albin Kurti. Ai ashiqare nuk e dëshiron me Vjosa Osmanin president. Vjosa Osmani e ka tredhur politikisht Albin Kurti. Ai ashiqare nuk e dëshiron me Vjosa Osmanin presidente. Por nuk guxon as ata. Osmani që 3 vjet i ka bërë politik paralele, sidomos politikën e jashtme. Ajo është aktualisht fytyra e Kosovës në sy të ndërkombëtarëve. Dhe Kurti ka të vështirë ta përballojë. Por në njëjtën kohë është krejtësisht impotent në raport me Osmanin, i kastruar politikisht, komplet. As guxon ta kundërshtoj hapur, sepse ka parë forcën, as del ta mbështes, sepse atëherë duhet ta pranoj që në majën e pushtetit është veti i dyti. Friksohet thotë se nuk e do, por përfundimisht do të friksohet të mos e kandidoj. Çfarë s'ka. A ngut këta Otbash atash, pas ka dal Vjosa Osmani te ku ka presidente e mirë, po këti para Otbashit pi ka dzej dishka. Albini dhe Vjosa kanë pashku në 2021 50 pikë dishka 51%. Bashk të dytë kanë shku 51%. Albini vet pa Vjosa Osmanin para një muj dite shkoj 52%. Hu vet. Në që se dishka kish mujt me frigu Albin Kurtin, nuk besoj që ka mujt me friksu ose me lëndu Albin Kurtin Vjosa Osmani. Këto janë fakte që kalzojnë. Nuk është ti mundesh me thonë shka dush, ama këtyne Otbash avtash Albini javë kanal se pardjeja javë kanë zonë 1 milion në atje në kufi, javë kanal bugjetin, nuk për kanë mo ku me marë, shka me marë, ka me marë, tash do të me prodhu që si lojme, treme për Facebook me balojka, për me mbjetu, për nyshe, nuk zdi qësh mundet me adol në kryt me pagu 10 gazetar, për shamull këj farë Otbashi. Se kur thet Vjosa e pas ka tredh Albin Kurtin, une në të kuptimin sa kam truone, mendoj që kur e tredh dikush pej 50% bjen 25%. Atin trune që shtu të rrok. A ma pëse shkon 52% pa Vjosën heq, sa të rakon me Vjosën, tash është pa Vjosën, që ta nuk e di që njëri do të me kuptu ndryshe. Po nese tash batoni kanë shuk ta klërse, parat për nëzinën në kofe këtyne. Nuk për mund me marrë miliona për Serbijës që shkanë marrë dhe tash. Se paguj ata, paguj Beratin, e paguj Milaimin, e paguj qëta, kesta gazetarët. Nese pak, hala, se këta marrën edhe për Shqipnije, se në Shqipnije ta e qojnë ma letë, për Serbijës Shqipnije, në Shqipnije tani i këthejnë prapë nena batone, për që ata janë Berate e batone për shdo ditë të poshtë të përpjetë. Për shtë pare, me janë parët. Ama, Lirim Pevaqica, bano gazetar në herë, nese ti gazetar si e se ti titullin e ke morë si gazetar, e ke bon një portal, tash e ke qenë një portal, e ke morë në qafë një 5-6 gazetar që unë e për veti nuk i kuptoj ata qysh mundet një njeri gazetar normal me ardhë, me shku me punu për një Lirim Kuçkën, për 400 euro, kur me një faqet Facebookit me konë korekt një gazetar, mundet me nëzërë 800 euro. Në mujtë. E pse me shku me ngu port e Baton Kuçkës, e Lirim Kuçkës, e Berat Kuçkës, për 400 euro, e me thonë, kur full ti, aj me të kalzu shka ti duhet me full, edhe shka ti duhet me shkru. Edhe pse ka njëherë nështë ti nuk je dakord me ato që duhet me thonë, po duhet me thonë që të pagun Lirim Otbashi, ose Batuni, ose Berati, ose Milaimi, ose aj tjetri. E këta njerëz nuk përmoj me kuptu, a kanë shkolla, a kanë përmet diplom gazetarie, a kanë trunga, shka, nuk e di,
për me nxerr një rrugë në Kosovë si gazetar që se ka kry një shkollë 6 muaj, veç në që se një kurs e ka bo 6 muaj, njëri do të me pas aftësi me thonë, ne ka dole bre, sa unë sa shkoj punej për qëtat basha, për 450 euro, unë që të para më më nxerra dhe vetë, të konë padron një vetë vetës, shefi vetës, edhe jo që të para, për nxerra dhe dupla, e tripla, me konë korrekt gazetar, se populli dojnë me pa një njëri që është i thjesht, kur e jep një lajm me kuptu krejt bota, edhe normal që kime pas shikime, kime pas klikime, kime pas stanat. Momentin që janë njës ti si gazetar, edhe del i përdor fjallë Lerim Pevaçicës, Baton Pevaçicës, edhe thu jam gazetar, jo, ashtu primati kime e tu 300 vjetë me rrugë të lirimit, se s'ki kapacitet, se edhe që ato që ke ble qa diplome, ke ble me pak pare. Po thamë me 300-400 euro ke morë atë diplomën e gazetarijës, se me konë gazetar për me, në ditën e sotit, janë krejt mundësit e mundshme që një gazetar mundët me pas sukses pa kur far probleme burë. E ki YouTube-in, e ki Facebook-in, e ki TikTok-in, krejt këto pagujnë. Edhe në qëse një gazetar nuk mundët me nxerë për veti 1500 euro, pse mana diplomaj? Për shka me majt aja diplom? Për shka? Me dalë me nërme thonë me folë shka të pagun Lirim Mehmeti me 350 euro. Do të me armarë juve gazetarve që një pëtha një veti gazetar urë. Ju gjithë shka mundi me konë veç gazetar, së mund Pevaçica mundi me konë. Ama gazetar së mund është i me konë në burë. I këqyri do gazetar që punojnë për Berat Buzhalin, që punojnë për Baton Agjion, për 350 euro, me punu për atë bashin, të pas mundësien, po në për veti mërë burë. Mjaftën një ide me pas, mjaftën një titull me në gjitë gazete sa portali ta shka dushë burë. Një Facebook, një YouTube, edhe që të pare i nëzërë. Shkon punën për atë basha, shkon punën për shki. Po tash a shki t'jav kanale, ke po, Albini jav nëzuni parët. Ka do një me marrë jo. Në mëse marrë është me punu për këta shki. A keni ftyra, s'keni ash. Po tash, për jap një shemull të vogël. Krejt video që i bajone, i baj ato që ka mendojone. Musën pagun as Albini, as PDK-a, as LDK-a, as gazetar, as kërgjon. E kam një telefon që të e qes para vetit, edhe flas ato që ka mendojone. Momentin që vjet dikush edhe më pagun, edhe më kalzën që ka me follu në kur video më nuk bajnë. Se më nuk janë videot e mija, po janë videot e u të bashave. Unë e baj videon se unë du me folë që ka unë e mendoj. Po jo me bo videon që ka mendon tjetri, e më pagua tjetri, e me folë që ka thët aj tjetri. Jo, unë e baj që ka mendoj unë. Qose dikush i pelqen, e këqyrën, qose dikush si pelqen, shlirë, blok më shoj. Nuk bosh hes nuk mërzit në për ty. Që unë ty nuk të pelqej, unë për ty nuk mërzit në heq, blok për i herë. Nuk kish ka menon 2 herë. Direkt blok. Unë s'kam nevoj për tonë. Unë kam nevoj veç për ata që i pelqenjë videot e mija, që më respektojnë edhe që i respektojnë. Për juve që nuk e respektojnë i kërkonin, s'kam nevoj për ty. Ti veç blok bane, unë kur më nuk dalë për para. Po nëse jo qasht njerës jeni të padishëm, ka njëherë që edhe blok nuk dini me bon, dikonin. E për që ata jo dalim për para se nuk din burës, shka me të bon tash në shkollë, së të paguj shkollën me shku me bo bloka.
Mëso vetë na kanë rrugë, thoj qysh me ban blok deputetit edhe aj të kallxon edhe e ban blok. Po dini që unë nuk kam nevoj për juve që nuk ju pëlqen videot e mia. Unë e baj videot për ata që i pëlqen videot e mia, jo për juve që nuk ju pëlqen. Po ju përshëndes, njëherë kaloni mirë deri në videon e ardhshme.